Në prag të festave, Vlora po përjeton një atmosferë të gjalluruar nga fluksi turistëve, emigrantëve dhe qytetarëve të cilët po shfrytëzojnë ditët me diell për të kaluar kohë pranë detit e në zonat më të frekuentuara të qytetit të Vlorës. Shëtitjet përgjatë lungomares, vizitat në qendër dhe aktivitetet festive kanë shtruar ndjeshëm lëvizjen, duke i dhënë qytetit një tjetër gjallëri dhe ritëm më dinamik gjatë këtyre ditëve. Qyteti është kthyer në një pikë tërheqëse për vizitorët nga brenda dhe jashtë vendit, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për të festuar e për të shijuar klimën e favorshme edhe në këtë periudhë dimërore. Kthimi i emigrantëve ka ndikuar gjithashtu në rritjen e numrit të vizitorëve, duke sjellë më shumë gjallëri në hapësirat publike si dhe zonat turistike. Atmosfera festive ndihet në çdo cep të qytetit, nga sheshet kryesore tek zonat bregdetare, ndërsa bizneset dhe shërbimet po funksionojnë me kapacitete më të larta për të përballuar këtë fluks. Sipas pritshmërive, numri i vizitorëve pritet të vijojë të rritet edhe në ditët në vijim me afrimin e festave të fundvitit.